28 vjeçari grek i cili akuzohet se vrau me thik Jani Aliajin në burgun e Korjadalos, ka dhënë dëshminë e tij përpara grupit hetimor. Sipas mediave greke, në deklaratën e tij 28 vjeçari ka pretenduar se ka vepruar në vetëmbrojtje. Nëse nuk e vrisja unë do më vriste ai, mësohet të këtë thënë gjatë rrëfimit të tij duke shtuar se viktima ishte ai që kishte paguar për vrasjen e tij, për shkak të një vrasjeje të ndodhur disa muaj më parë në zonën e Agios. Jani Aliaj ka marrë 23 plagë me thik, kryesisht në fytyrë dhe në krahëror, fakt që ka tronditur edhe ekspertët mjekoligjor. Gjatë përplasjes u plagos edhe i burgosuri tjetër, i cili kishte ndërhyrë për të ndarë. Autori 28 vjeçar rezulton me precedent të rënd penal, i akuzuar për 2 vrasje. Pas dhënies së dëshmisë, ai ishte rikthyer në qeli dhe pritet të përballet me gjykimin, teksa rrezikon dënime që shkojnë deri në burgim të përjetshëm. Sipas mediave greke, vrasja ndodhi në një zonë të burgut ku nuk ka kamera sigurie, në një moment kur burgu ishte i hapur dhe të burgosurit mund të lëviznin lirshëm nga një dhomë në tjetrën. Sipas autoriteteve, as viktima dhe as autori nuk kishin dhënë më parë shenja konflikti apo kishin shprehur frikë për jetën e tyre. Alia ishte dënuar me burgim të përjetshëm nga drejtësia shqiptare për vrasjen e Elton Chichos, krimi ndodhur më 1 maj 2016 në zonën e ish-bllokut në Tiranë. Shteti shqiptar kishte nisur procedurën e ekstradimit të tij drejt Shqipërisë për të vuajtur dënimin e përjetshëm për vrasjen e Elton Chichos.